Parashikimi i motit për ditën e sotme, vranësira dhe erreshje shiu, kushte atmosferike të paqëndrueshme. Si do të jetë moti për ditën e sotme në vendin tonë? Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me vranësira të cilat gradualisht pas mesdite do të vinë në paksim. Në orët e mbrëmjes, moti kryesisht i kthjellët dhe vranësirat pakta vetëm në zonat malore. Rreshjet e shiut me intensitet të ulët pritet jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit në pjesën më të madhe të vendit. Gradualisht rreshjet e shiut do të humbasin territor dhe në orët e pasdites do të jenë prezente vetëm në zonat malore deri në orët e mbrëmjes, më pas ndërprerje të tyre. Era do të fryjë me drejtim veri lindje, veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metër në sekond, ndërsa përgjatë zonave luginore dhe vijës bregdetare, era pritet të arrijë me shpejtësi deri në 12 metër në sekond. Deti do të ketë valëzimi në detin Adriatik dhe Jon të forcës 2 deri 4 ball.